Horoskopi ditor e diel 25 janar 2026 dashi. Dita do të fillojë të rrezuar gjatë kësaj dite, megjithatë do e kaloni shpejt gjithçka dhe do të merrni frymë më lirisht. Ju të dashuruarit do të jepni më shumë prioritet kënaqësisë në çift. Nëse keni kohë që jeni bashk, mund të mendoni edhe për një bashkëjetesë, ndërsa nëse jeni të martuar, mund të planifikoni një fëmijë. Ju beqarët do të jeni më në formë se kur dhe do të keni mundësi të shumta të shijoni dashurinë. Në punë do të jetë javë e paqëndrueshme dhe shpeshherë do të ndiheni të lodhur. Bëni edhe pak përpjekje që të arrini disa nga objektivat. Në planin financiar nuk do të jetë nevojë të ulni shpenzimet sepse situata do të jetë e shkëlqyer. Demi, gjatë kësaj dite do t'i besoni më shumë instiktit tuaj dhe do të merrni vendime të rëndësishme. Ju që keni një lidhje do të kaloni një ditë shumë të bukur në praninë e partnerit tuaj të dashur. Do të ndiheni shpeshherë të lumtur dhe do të dëshironi që dita të mos ketë fund. Gjithsesi, yjet këshillojnë të mos bëni gabim të idealizoni partnerin. Ju beqarët do të refuzoni disa ftesa që mund të jenë vendimtare për jetën sentimentale. Në punë do të jeni të zotot dhe do të arrini pak nga pak qëllimin që i kishit vënë vetes. Mund t'ju duhet të merrni edhe vendime shumë të rëndësishme. Mërkuri do t'ju nxjisë të tregoheni më të kujdesshëm me financat. Binjakët, do t'jeni shumë më të logjikshëm gjatë kësaj dite dhe do të bëni gjithçka që secila fushë t'ju ecë sa më mirë. Disiplinën që do të vendosni do t'ua kenë zili të gjithë. Për ju të dashuruarit, dielli do të ndriçojë dhe emocionet do të jenë të vazhdueshme. Do të ndiheni të dëshiruar dhe të përkëdhelur. Askush nuk do të arrijë t'u aprish atmosferën e ngrohtë që krijohet. Sektori i dashurisë për ju beqarë do të influencohet nga Venusi dhe do të keni vërtet fat, prandaj duhet ta shfrytëzoni. Në punë nuk do t'ju mungoj kurajoja dhe do t'i kaloni një nga një pengesat që ju kishin dalë përpara. Në planin financiar do të jeni më të organizuar dhe do të arrini të stabilizoni situatën. Më në fund do të jeni të qetë në këtë plan. Gaforia, ka rrezik që gjatë kësaj dite të mos jeni aktiv dhe t'i lini gjërat pasdore. Mundet përballeni edhe me vështirësi. Për ju të dashuruarit do të ketë momente të jashtëzakonshme. Do diskutoni gjatë për disa tema delikate me partnerin dhe të dy do të tregoheni kokfort. Bëni lëshime sepse ndryshe nuk keni për të dalë askund. Plutoni do të ndikojë negativisht tek jeta sentimentale për ju beqar. Mos prisni as sot për mbërritjen e dashurisë të shumë më nderuar. Në punë do të lëvizni çdo gur vetëm e vetëm për të përmbushur ambicjet tuaja. Financat do të jenë të qëndrueshme dhe nuk do të keni as pak vështirësi. Luani, do të ndiheni shumë të sigurt në vetvete gjatë kësaj dite dhe do t'ju duket sikur jeni mbi të gjithë. Kujdes sepse gjithçka mund t'ju kthehet kundër. Nëse keni një lidhje, mos u tregoni shumë dominues sepse kjo mund të nxjisë debate me partnerin. Të dy jeni të barabartë dhe keni të drejtë të shpreheni ashtu si mendoni. Ju beqarët duhet të bëni më shumë durim nëse doni të gjeni një person me të vërtet interesant. Rrethana do të jenë të favorshme edhe për të hedhur hapa para në karrierë. Vendosmëria do të jetë një nga pikat kyçe që do t'ju ndihmojë t'ia dilni. Financat do të marrin drejtimin e duhur. Po vazhduat kështu, shumë shpejt do të keni përmirësime të mëdha. Virgjëresha, do të jeni shumë të ndërgjegjshëm gjatë kësaj dite dhe do të ndërmerrni masat e duhura për t'i bërë gjërat të funksionojnë. Bashkëpunimi në çift do të jetë edhe më i madh se sa mund ta kishit menduar. Të dy me partnerin do të shprehni ato që ndjeni dhe do të flisni hapur me njëri tjetrin. Ju beqarët, nëse nuk e teproni me kërkesat dhe nuk pretendoni të gjeni ndonjë princ apo diçka tjetër, do të keni të gjitha mundësitë për të krijuar një lidhje. Në jetën profesionale, gjërat do të rrjedhin ashtu si duhet. Do të jeni më të hapur dhe do t'i keni ide të qarta. Në planin financiar, kushtet do të jenë favorshme për përmirësimin e buxhetit. Peshorja, gjatë kësaj dite duhet patjetër të vendosni rregull në jetën tuaj sepse po i lat gjërat siç janë, do të keni probleme të mëdha. Për shkak të nervozizmit ju të dashuruarit, mund të keni probleme dhe mosmarrveshje të shumta me partnerin. Nuk do të toleroni në asnjë pikë dhe kjo do të përkeqësojë situatën. Ju beqarët duhet të prisni edhe për pak kohë për personin ideal përpara se dita e sotme të përfundojë.
pasi nuk është e duhura për ju. Në punë, do t'ju pushtoj euforia dhe do të ecni me ritme të shpejta, ka shumë mundësi të arrini shumë shpejt objektivin. Financat do t'jenë pika juaj më e dobët. Nuk do t'arrini do t'i mbani ato të stabilizuara sepse do të shpenzoni pa mas. Akrepi, qielli juaj do të jetë gri gjatë kësaj dite, në tërësi gjërat kanë për t'ju ecur keq dhe nuk do të ndiheni të qetë. Kokëforcia juaj në jetën në çift mund të sjellë probleme serioze me atë që keni në krah. Toleranca është një virtyt shumë i vlerësuar, kështu që mundohuni edhe ju të tregoheni të tillë. Ju beqarët do të njihni shumë persona. Shikojini me kujdes secilin prej tyre sepse ndërmjet tyre fshihet gjysma juaj. Jeta profesionale do të jetë e kënaqshme. Nëse keni ndonjë paqartësi, mos nguroni të pyesni kolegët. Falëndimës së Neptunit, situata financiare do të fillojë të përmirësohet për ju. Shigjetari, gjatë kësaj dite do të jeni më të ndërgjegjshëm se më parë dhe do të zgjidhni disa problematika të mbetura pezull. Venusi do të influencojë së tepër jetën tuaj sentimentale. Nëse keni një lidhje, do të kaloni momente të këndshme me partnerin, por njëkohësisht do të gjeni edhe kohë për familjen dhe miqt. Ju beqarë do të nisni aventura afatshkurtra, ndërsa dashuria e madhe do edhe pak kohë të mbëri. Në punë nuk rekomandohet të merrni vendime të menjëhershme. Yjet do të jenë kontradiktor dhe nuk do të gjykoni ashtu si duhet. Në planin financiar do të kryeni transaksione të rëndësishme. Situata e vështirë do të marrë fund shumë shpejt. Briciapi, do të jeni në humor më të mirë gjatë kësaj dite dhe do t'i zgjidhni edhe disa situata të ndërlikuara që i kishin më parë që ju kishin dalë. Ju të dashuruari do të jepni më shumë prioritet jetës tuaj në çift dhe do të bëni çmos që të ruani atmosferë sa më të ngrohtë. Planetët do të jenë anën tuaj dhe do t'ju ndihmojnë që t'ia dilni, t'i arrini qëllimit. Ju beqarët më në fund do të filloni një histori të bukur dashurie që do t'u ambush shpirtin plot. Në punë do të arrini atë që keni dëshiruar gjithmonë. Nëse bashkëpunoni me disa kolegë, suksesi do të jetë edhe më i madh. Në planin financiar do të keni fat. Jo vetëm që buxheti do të stabilizohet, por priten edhe përmirësime të ndjeshme financiare. Ujori. Në disa momente stresi nuk do t'ju lërë të qetë sot. Megjithatë, me ndihmën e të afërmve dhe miqve, do të kaloni gjithçka me lehtësi. Dita do të mbyllet më mirë nga sa e kishit menduar ju. Për ju të dashuruarit gjëra do të shkojnë më së miri, do të bëni mirë të mos flisni as pak për çështje lekësh që ta ruani sa më gjatë këtë atmosferë. Sa u përket ju beqarëve, yjet thonë se keni sërish të vështirë ta gjeni personin që po kërkoni. Karriera do të marrë një kthes të madh, sigurisht në të mirën tuaj. Saturni do t'ju ndihmojë të stabilizoni edhe situatën financiare. Do të merreni më tepër me to dhe çdo gjë do të shkojë siç ju e kishit menduar. Peshqit. Dielli dhe Saturni do të jenë ilaçi për çdo problem që do të keni gjatë kësaj dite. Do t'i largoni disa zakone të këqija një herë për gjithmonë. Nëse jeni në një lidhje, do të ndjeni të lumtur dhe të kënaqur. Emocionet do të jenë të shumta, vetëm bëni kujdes, mos e teproni me kapriçot. Ju beqarët do të jeni më të përkëdhelur nga yjet dhe do të gjeni personin që keni kërkuar prej kohësh. Në punë do të keni më tepër energji. Disa projekte që kishit menduar mund të fillojnë të realizohen papritur. Në planin financiar do të gjeni çelësat për ta përmirësuar situatën tuaj. Kjo do t'ju qetësojë dhe do të bëni shpenzime të nevojshme.